Në kuadër të ditës së tokës, në shkollën e mesme të Ullët Mazlum Kupuska në Gjakov, janë zhvilluar një serë aktivitetesh me fokus në ndërgjegjësimi për mbrojtjen e ambientit. Nxënësit dhe mësimdhënësit u angazhuan përmes projekteve rekreative dhe aktiviteteve simbolike, duke shndruar këtë ditë në një mundësi për të përcjellë mesazhe të rëndësishme për kujdesin ndaj natyrës dhe mjedisit. Drejtoresha e shkollës Jeta Mati Bakalli tregoi më shumë rreth aktiviteteve që janë zhvilluar gjatë kësaj dite. Sot në shkollën tonë kam organizuar bashkë me mësimdhënësit, me nxënësit, me prindrit, jo një aktivitet, po disa aktivitete. Duke përfshi këtu mbjelljen një klasë, një pemë të fidaneve Magnolia, të cilat i kanë financuar vetë prindrit dhe nxënësit, 16 gjithsejt, 2 na kanë ardhur pemë nga Drejtoria e Arsimit të Gjakovës, të cilët i falenderojmë gjithashtu. Po ashtu kemi edhe pastrimin e lagjes për rreth shkollës me një grup nxënësish dhe me arsimtaren. Pastaj kemi bërë disa afishe apo poster vetëdijsues për të mbrojtur tokën, për të mbajtur shkollën pastër, lagjen pastër dhe e fundit, e katërta, është edhe një ekspozit me materiale ricikluese. Ky aktivitet shpresoj që ka me ndiku pozitivisht në vetëdijsimin e nxënësve, prindve, mësimdhënësve dhe të gjithë komunitetit që ta mbrojmë tokën, sepse është shumë e rëndësishme e ne po më duket që nuk e dimë ende se sa është e rëndësishme për ne. Po ashtu, nxënësi Matian Mati u shpreh se në fidanet të mbjella kanë vendosur edhe thënie me mesazhe për mbrojtjen e mjedisit. Sot jena mbledhur këtu për ditën e 22 prill, dita tokës. Na si shkollë kena organizuar shumë aktivitete për mbrojtjen e mjedisit, edhe një prej atyre ka qenë edhe mbjellja e fidaneve. Klasa e ka mbjell fidanen, edhe që kena vendosur një thënie në fidane, edhe kjo ka qenë në kuadër të mbrojtjes mjedisit që thash, vetëm për mbrojtje mjedisin edhe për mi pas një mënyrë më të pastër, se ardhmja jonë një gjelbrimi ja nuk është nuk kena të ardhme. Këto aktivitete synojnë të rrisin vetdijen tek të rinjt për rëndësinë e ruajtjes së natyrës, duke inkurajuar angazhim të vazhdueshëm për një mjedis më të pastër dhe më të shëndetshëm edhe në të ardhmen.